vera është sezoni që gjithë e presim me padurim, por shpesh pas ditëve të pushimit vjen edhe fatura financiare. Udhëtimet, daljet më të shpeshta, aktivitetet me familjen apo shpenzimet e paplanifikuara mund të krijojnë një barë për buxhetin. Si mund të shijojmë pushimet, lind pyetja, pa u përballur me stres financiar më pas. Pikërisht për këtë do të flasim sot me eksperten e ekonomisë Romina Ratoshishi, që e kam të ftuar në studio. Mirëmëngjes Romina, mirëse erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Tani, dua ta nis nga fakti që vera konsiderohet një nga periudhat ku familjet priren të shpenzojnë më shumë. Pse? Është dielli, është ndoshta energjia që ndryshon, çfarë ka ndryshe vera, që ne dukemi edhe më gentil në mënyrën se si e përdorim paranë. Së pari, në fakt, vera ka, domethënë stina e verës ka dhe ditën më të gjatë, kështu që normalisht për sa kohë ka ditën më të gjatë, i bie që një individ, edhe pse mbaron punë pra 8 orë, nëse punon 8 orë, se nuk mund të mendojmë që ka individ që punojnë vetëm 8 orë, sepse ne shpesh mund punojmë dhe më shumë, por ndoshta edhe më pak, kjo është në varësi. Një pjesë të mirë të orëve më pas janë të lira, kështu që individi është i prirur që mos i kaloj këto orë në shtëpi, por patjetër që të dalë, të argëtohet, apo ndoshta edhe të bëjë një udhëtim apo dhe një xhiro ku mund dhe të shpenzojë. Në fakt, në përgjithësi, familjet shqiptare, nëse flasim për pushime, dhe unë këto e krahasoj dhe me këto turistët e huaj që vinë në Shqipëri, me një qasje, kanë një qasje disi ndryshe. Pra, në lidhje me menaxhimin e financave të tyre, unë mendoj që shqiptarët për në turizëm shpenzojnë më shumë dhe i kushtojnë më shumë rëndësi pjesës argëtimit në aspektin që duan të vishën më bukur, pra të kenë disa veshje të caktuara dhe nëse shkojnë në një fundjavë apo dhe nëse shkojnë në pushime në një brenda Shqipërisë apo dhe jashtë Shqipërisë. Pra, i kushtojnë shumë rëndësi lukut, gjë që ne shohim që të huajt për të huajt, pra nuk është aq shumë e rëndësishme luku se sa vetë aktiviteti le themi i turizmit. Ne zgjedhim pamje, ndërkohë që përgjithsisht të huajt zgjedhin aktivitetet argëtuese. Kjo patjetër nuk mund të jetë përgjithësuese se ka raste plot që veprojnë ndryshe. Absolutisht, por që është një lloj prirje që ne i kushtojmë rëndësi pra lukut. Nga ana tjetër, një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme është dhe fakti që ne shpenzojmë më shumë. Pra, nëse ne shohim një për konsum, nëse shohim një turist të huaj që mund të marrë nga marketi një shishe birë dhe ta pi gjatë kohës që ecë, pra në Shqipëri tendenca është të ulesh në një bar dhe ta pish, patjetër që kështu merr dhe më shumë satisfaksion që nën kupton që ne edhe mund të shpenzojmë më shumë, sepse patjetër një birë në market nuk është njësoj si një birë në një bar. Pra, zgjedhim të argëtohemi, por dhe këtu pra nuk është se jemi dhe aq mirë me menaxhimin e financave. Është gjë shumë e mirë në fakt se ne shpenzojmë, por nga ana tjetër marrim një kthim pra një nivel kënaqësie më të lartë. Nuk jemi dorë shtrënguar si popull, apo jo, Romina? Dhe kjo vjen si pasojë që ne kemi vite që kemi kuptuar rëndësinë e të bëri turizëm dhe pushimeve në përgjithësi. Dhe e them këtë me bindje pasi në çdo familje shqiptare, besoj se dhe ju Viole ju ka ndodhur që planifikohen pushimet. Që do të thotë që kur planifikohet pushimi, planifikohet dhe buxheti. Muaj për muaj ju mundoni të kurseni aq sa keni mundësi me qëllim që në momentin që të vi pra ato 14 ditë, 15 ditë, në varësi apo një javë, në varësi dhe të buxhetit që ju keni dhe kohës që ju keni të lirë, të shpenzoni dhe të mos, le themi, të plotësoni pothuajse të gjitha ato objektiva që keni vendosur që në fillim në varësi gjithmonë të buxhetit. Është realisht ka që rëndësishme që ta organizosh buxhetin, pra që ti të merresh një vit të tërë për të bërë ato buxhetin që do ta përdorësh në verë, buxhetin që do shkojë për 14 apo 15 ditë, si që ti e përmendë Romina, dhe do të shkoj për plazhin, do të shkoj për mali, nëse po shkojmë në mal, pra do shkoj vetëm për të argëtuar, po 14 ditë të vitit, një vit i tërë, duke mbledhur, duke hedhur parat një nga një aty në arkën e kursimeve për këtë qëllim. Po, në fakt, kjo është e vërtet, por ne kemi dhe të rinj që marrin kredi për të bërë pushime, nuk mund të gjykohet sepse për sa kohë vjen si një mënyrë dhe një qasje dhe duhet të themi që dhe pushimet janë një mënyrë shumë e mirë që të bën mirë pra për shëndetin mendor, kështu që ka dhe një kthim pas.
vjen pra pas pushime me një energji më të re dhe ke mundësi dhe t'jesh më produktiv. Nga ana tjetër, pra shohim së fundmi tendencën e rezervimeve të hershme, që do thotë që menaxhimi i buxhetit apo menaxhimi i pushimeve do të thotë dhe ti të rezervosh më parë, shumë muaj më parë, me qëllim që të marrësh një paket shumë herë më të lirë se sa në momentin që ti rezervon aty për aty. Kemi parë që edhe nëse duam të kalojmë pushimet në jug, pra nëse jemi në periudhën e pikut, pra në korrik apo në gusht, dhe nuk kemi rezervuar më përpara, jo vetëm që çmimi do jetë i lartë, por ndonjëherë nuk gjen as struktura akomoduese për të akomoduar. Kështu që mendoj se këtë 10 vjeçar shqiptarët e kanë kuptuar rëndësinë e pushimeve, rëndësinë e menaxhimit të buxhetit në lidhje me pushimet, pra planifikimit të buxhetit në lidhje me pushimet, por dhe disa, le të themi, sekrete që kanë të bëjnë përsëri, jo vetëm të marrësh, të shkosh dhe të bësh pushime aty ku don, po nga ana tjetër të marrësh edhe një paket apo të shikosh dhe opsione. Tashmë ne kemi shumë opsione fakt dhe për të bërë pushimet brenda vendit, sepse nuk kemi mundësi apo buxhet përshtatshëm për të bërë pushimet në një hotel, për të akomodohemi në një hotel. Kemi opsionin e strukturës akomoduese, pra një apartamenti ku mund dhe të shpenzojmë më pak, po dhe kjo kryesisht është më shumë tek familjarë, sepse të rinjt, nëse do të marrin, pra dy të rinj, nëse do të marrin një apartament, unë mendoj që nuk do të marrin atë kthimin e kënaqësisë njësoj nëse do të ishin në hotel. Megjithatë, menaxhimi i buxhetit, planifikimi i buxhetit përpara se të bëjmë pushimet, vendosim për të bërë pushimet. Dhe gjatë kohës që jemi në pushime, se është dhe shumë e rëndësishme kjo, Viol, sepse ndonjëherë kemi një buxhet caktuar, kemi vendosur që do të rrim kaq ditë, por nëse ne gjithmonë dalim nga i buxhet. Gjithmonë dalim dhe duhet një fond rezervë patjetër, por çështja është që ky fond i rezervë, pra to shpenzime që ne bëjmë gjatë pushimeve, të jetë brenda këtij fondi rezervë, jo të kalojmë apo të kthehemi pra në punë më pas. Si mund ta bëjmë një ndarje të shëndetshme të tyre parave që ne i shpenzojmë në verë, Mina, sepse duket sikur pjesa më e madhe patjetër me zor pret që të organizohet edhe të marrë pak kohë të lirë për veten dhe meritoni plotësisht bëni pushime sa më shumë të mundeni, se në fund ditës duhet kuptojmë që jeta është eksperiencë dhe nuk është vetëm stërmundim dhe arritje, ndonjëherë duhet edhe të marrësh kohë për të relaksuar, por me këshillat e duhura besoj do mund të menaxhoni ndoshta edhe më mirë buxhetin tuaj. Kështu që thën kjo, Romin, çfarë mund të bëjmë? Si ti ndajmë ne këto para që mos na kthehen në përfundim të atyre ditëve të pushimit, mos na kthehet në një arsye më shumë për të stresuar. Vetëm planifikimi është zgjidhja më e mirë. Patjetër që jo çdo gjë do të ecë sipas planifikimit, se tham që do të kemi edhe një fond rezervë, por nëse ne do të planifikojmë që në fillim buxhetit, do të planifikojmë që në fillim se ku do të shkojmë. Një sekret mund të jetë dhe fakti që në vërtet ne zgjedhim një hotel të lirë, pra ose një apartament me çmim të leverdisshëm, por çështja është sa larg është zonës ku ne do bëjmë plazhe, nëse flasim për sezonin e verës, a do duhet taksi për të shkuar atje, nëse kemi makinën tonë, a do ketë parkim dhe sa është parkim, atje pra këto janë të gjitha shpenzime shtesë dhe të pa planifikuara që një familje apo një individ i cili ka shkuar për të bërë pushime, nuk i planifikon dhe ndoshta kjo krijon atë fondi rezervë të shpenzohet më tepër se ç'duhet. Ndaj, është shumë e rëndësishme që dhe në gjetjen e vendodhjes apo dhe në gjetjen e hotelit të shikohet çfarë facilitetesh ofron hoteli apo apartamenti, sa larg është zonës që unë do të bëj pushimet, dhe të kuptojmë që do të ishte më mirë marrja një hoteli më afër me një çmim më të lartë, sepse kjo justifikonte këto kosto të shtesë që mund të ishin më të mëdha, apo ndoshta opsioni tjetër ishte pra që të rinim qëndronim aty dhe të përdorim mjetet e transportit publik, që mund të jetë një mënyrë të përdorni makinën tonë, që mund të jetë një mënyrë tjetër, apo ndoshta dhe taksin. Pra, të gjitha këto gjëra, dhe pse duken të thëna gjëra shumë të thjeshta, por në fakt pikërisht këto gjërat e thjeshta, këto detaje që ndonjëherë ne nuk i kuptojmë, por nuk i marrim parasysh në planifikimin e buxhetit në pushime, do të krijojnë pra të barrën e madhe dhe ndonjëherë edhe atë kosën oportune që do të rinim 10 ditë, po duhet të rinim më pak, ose ditët e fundit mos konsumojmë aq shumë, sepse nuk kemi buxhet mjaftueshëm.
Dhe nuk është këndshëm, kur Absolutisht e jo. mendojnë që duhet ta kufizosh veten në disa gjëra për shkak të një mos kontrolli që ke bërë me paratë tua. A shpenzojmë më pak dhe ai kontrollojmë më mirë të ardhurat nëse ne paguajmë me kartë, paguajmë përmes parasë elektronike, nuk përdorim para ankesë sepse paraja kesh duket sikur e ke aty dhe thjesht të avullon. Në fakt, ka dy qasje. Nëse jemi unë mendoj që kjo varet dhe nga mosha. Mendoj që moshat e reja janë ato individ, ose më saktë të rinjt, janë ato të cilët dhe me të drejtë në fakt shpenzojnë dhe më shumë dhe le të themi në momentin që shohin diçka që do të sjellë më shumë kënaqësi, pra më tepër argëtim, atëherë ato mund të përdorin në maksimum kartën e tyre. Kështu që duhet gjetur një ekuilibër midis se ndonjëherë themi që me kartë ne mundohemi të shpenzojmë më pak, por ndonjëherë kur ti nuk e shikon ato çka bën, edhe pse ti mund të shkarkosh statement dhe ti kupton që shikoje se pra në planifikim për atë target group që planifikon shumë mirë pushimet, pra pagesa me kartë do të ishte shumë mirë sepse aty dhe kupton që sa ka shpenzuar dhe për çfarë ka shpenzuar, pra analizon. Por nga ana tjetër, kjo mund të kthehej edhe në një bumerang. Pse them? Sepse shpeshherë shqiptarët nuk kanë mësuar, në fakt përdorin në përditshmërinë e tyre kartën, dhe pse ne dim shumë mirë që tashmë kemi dhe një rregullore që është e detyrueshme sipas drejtorisë përgjithshme të tatimeve që të gjithë strukturat akomoduese dhe ato biznese që kanë lidhje me turizmin duhet të operojnë me POS, pra pagesat do të jenë me kartë, dhe në kuadër të pra eliminimit apo reduktimit të parasë fizike, por ne jemi një kulturë që e vlerësojmë paranë fizike. Dhe në momentin që shohim që parat po na shpenzohen dhe po mbarojnë, aty ndoshta dhe ndërgjegjësohemi. Mendoj që kjo është më tepër qasje për moshat mesatare, pasi ato janë mësuar për përditshmërinë e tyre ta shohin paranë dhe ta ndjejnë që është aty apo nuk është aty. Ndërkohë që të rinjt ka një tjetër qasje, megjithatë, pra përdorimit më shumë me kartë e tjerë, megjithatë dhe të rinjt pra mund të, duke pasur kartën edhe mund të le themi bëhen prej disa shpenzimeve ndonjëherë dhe impulsive dhe të panevojshme. Po, sepse është gjithmonë ajo që ti këtë paranë nuk e sheh, po prap mbetet nga rruga jote, pra ka dalë nga të ardhurat e tua, kështu që duhet ja kujtosh vetes sa herë që e ndjen veten më pak fajtor për ato shpenzime që je bërë me kartë. Shpenzimet me kartë, unë mendoj që janë mënyra më e mirë për të menaxhuar paranë sepse të frenon. Në momentin që ti nuk ke para fizike dhe din që në këtë kartë ka një sasi të caktuar parash pra me një limit, atëherë patjetër që je më tepër i shtyrë për të mirë menaxhuar ato para, sepse edhe ke dhe kontroll më të madh, pra siç tham, pra ne mund të bëjmë në fund të ditës pra një kontroll të atyre gjërave që ne kemi shpenzuar dhe të kuptojmë që ditën tjetër, ditën e ardhshme, pra nuk duhet të shpenzojmë në të masë. Duhet të vendosim disa limite. Ka një formë të thjeshtë pra se si ti menaxhojmë blerjet që bëjmë, shpenzimet e ditës. Unë jam përpjekur gjithmonë, po e marr nga shembulli personal, këtë mbase mund të ketë edhe shumë tjerë kështu si unë, që jam përpjekur gjithmonë të gjej alternativa si mund të llogaris shpenzimet që bëj brenda një dite. Kam provuar t'i mbaj të shënuar në një letër. Dhe duket sikur asgjë nuk funksionon. Pra, ti gjithmonë do t'i dalësh jashtë atij buxhetit tënd të caktuar. E ka ndonjë formë që mund të shfrytëzohet? Së pari, unë mendoj që duhet vendosim prioritete. Pra, ne në përditshmërinë tonë duhet kemi prioritete se çfarë na duhet. Ne gjithmonë shpenzojmë për produkte apo për blerje që në fakt janë blerje impulsive ose blerjet që ne na tërheqin për shkak të marketingut që bëhen, për shembull uljet e sezonit. Mund të jetë një formë shumë e mirë marketingu që të rriten blerjet, ndërkohë që çdo individ i cili ose merr dy paguaj një, gjëra të tilla. Dhe ne duhet të kuptojmë që në sezonin turistik së pari çmimet janë më të larta, së dyti mund të ketë oferta të tilla që patjetër që ty të bëjnë që ti ta blesh të produktit, dhe duhet patjetër që ne të vendosim prioritetet, të kuptojmë se kush janë nevojat tona. Për sa kohë ne kemi kuptuar nevojat tona dhe të vendosim blerjet drejt këtyre nevojave dhe prioriteteve, atëherë këto blerjet e impulsit, dashje pa dashje, do të na le të bëjnë që ne të reagojmë. Gjithashtu, për menaxhimin në përgjithësi, sepse shpesh herë ndodhin blerje kur jemi në grup shoqëror, nuk duhet që ne si individ, nëse jemi në një grup shoqëror, ndodh më shumë, pra kur jemi në pushime, të bëjmë atë çka bën
miku, shoku, me cilën ne pushim, pra nëse ai blen, dhe për ne nuk është e nevojshme të blej, po duhet blej vetëm për faktin sepse ai po blen, atëherë ne këtu duhet kemi kujdes. Pra, nëse nuk kemi nevojë, nuk kemi pse të kemi të njëjtën qasje me personin që kemi, ose edhe te konsumi, se për shembull në pushime ne shpenzojmë shumë në bar dhe restorante. Duhet kuptohen që dhe shpenzimet në bar dhe restorante duhet jenë të limituara. Çka do të thotë që sidomos në restorante duhet konsumojmë aq sa na hahet. Duhet konsumojmë dhe të produkte të shëndetshme. Besoj se të gjithë mund të bien dakord me mua që shpeshherë në pushime nuk kanë shëndetshëm. Duke dashur që ndoshta edhe të konsumojnë gjëra që edhe me çmime të arsyeshme nuk mund të konsumojnë shëndetshëm, por problemi vërtet mund të mirë menaxhojmë për një javë paratë e tyre dhe nuk ushqehen shëndetshëm, por problemi është pasi kthehen nga pushimet, që duhet ndjekim më pas një dietë strikte, që kjo më pas ka kostën e vet, apo ndoshta palestër e gjëra të tjera, pra që i rrit shpenzimet. Kështu që duhet menduar gjithmonë, okay, këtu do të shpenzoj, por ideja është që pra të kemi një ekuilibër midis shpenzimit, marrjes së kënaqësisë, sepse patjetër që nëse unë shpenzoj pak, por nuk më jep nivelin e kënaqësisë që unë dua, atëherë ç'kuptim ka që janë në pushime. E vërtet, se qëllimi ky është. Pra gjendet një balans, pra një balans midis buxhetit, që patjetër që është i kufizuar, nivelit kënaqësisë që marrim tek ato shpenzime apo ato veprimtari që ne bëjmë, dhe patjetër që çdo gjë të jetë e shëndetshme, qoftë në aspektin mendor, por dhe në aspektin fizik, pra të konsumit. Marrim shembullin e një çifti të ri, po bën pushimet e para. Një çift të ri që ndjen edhe disi të sikletosur me njëri tjetrin për të treguar edhe një mirëqenie ekonomike. Si ta menaxhojnë këtë situatën? Këtë çifti duhet ta kuptoj që kjo është një nga sfidat më të mëdha dhe kjo ndodh shpeshherë dhe tek partneri, sepse ne jemi një kulturë maskiliste në fakt, ku partneri do t'tregojë që ka një përkujdesje të shtuar e tjerë, por unë mendoj që në një çift ku ekziston mirëkuptimi, nëse një nga partnerët nga dëshira për të lethemi për të bërë qefin apo për të ndier mirë partnerja, duhet partnerja që ta kufizoj dhe të thotë që jo nuk e dua apo etj etj. Pra, duhet kuptojmë që të dy në marrëdhënie duhet, sepse kjo është momenti dhe kur njihen në fakt. Sepse është shumë e rëndësishme të kuptojnë që marrëdhënia ka ndjenja, por nëse duhet që marrëdhënia të jetë e shëndetshme, pikërisht është dhe vendosja të bien dakord dhe për baret, restorantet ku shkojnë, se ndonjëherë edhe këtu nuk bien dakord, dhe nga ana tjetër për buxhetin, se ndonjëherë mund të jetë dhe partnerja të cilët kanë buxhete ndara, jemi në një shoqëri që ekzistojnë dhe këto edhe pse dikur kanë qenë tabu, pra nëse shkojmë në pushime një çift, të dy mund të kenë secili buxhetin e vet. Por duhet kuptojnë që nëse njëri nga partnerët pra e tepron me shpenzime të panevojshme, duke nisur që pra unë po të respektoj, atëherë duhet jetë partneri tjetër që ta ndaloj apo ta kufizoj. Pra dikush duhet që ta bëj balancën. Po, absolutisht. Tani, pyetja e fundit, një këshill të fundit, Romin, si ta shijojmë verën pa u penduar financiarisht në shtator, po edhe pa e frenuar kënaqësitë vetes, se qëllimi ky është ndër të tjera. Ne përmendëm disa herë gjatë bisedës që okej, do kursejmë, po duam edhe ta shijojmë, duam edhe të argëtohemi, çfarë duhet të kuptojmë përtej, a varet vërtet lumturia tek shpenzimi i parave? Kjo është pyetja mendoj thelbësore. Në fakt nuk varet lumturia nga shpenzimi i parave. Ju thatë kur folët për çështjen e pushimeve, pra ne kemi parë që edhe shqiptarët kanë ndryshuar dhe pra mënyrën e të bërit pushime, ka dhe fundjavat, të cilat ndikojnë pozitivisht pra dhe në argëtim, po nga ana tjetër ndikojnë pozitivisht dhe në krijimin e një mirëqenie për individin dhe rritjen e performancës më pas kur kthehet të hënën në punë. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme balanca, pra gjetja një balance. Pushimet duhen, por duhet gjejmë mënyrat që ne na bëjnë të ndjehemi mirë. Nëse nuk kemi parat mjaftueshme që ne të ulemi 4 herë apo 5 herë në një bar, atëherë mund të bëjmë një ecje në breg të delit që na jep po të njëjtën kënaqësi. Pra është njësoj, si të bësh një ecje apo të ulesh në një park, apo sepse varet si tha dhe ju ku i bëjmë pushimet, po për marrëecjen, pra, sepse na dikon që të jemi pra më aktiv,
në aspekti fizik, se sa të shpenzojmë pafund duke ulur në bar dhe ndoshta edhe niveli kënaqësisë që ne marrim nuk do jetë po i njëjtë, sepse të ulesh aty dhe të shpenzosh dhe nga ana tjetër të bësh po të njëjtën rutinë që ne në fakt shqiptarët të quajmë që rrim shumë në bare dhe në restorante, atëherë duhet kuptojmë që pushime do të thotë argëtim. Dhe pjesa e argëtimit është ecja dhe ka shumë mënyra tjera që ne mund zgjedhim për të argëtuar. Romina, unë falenderoj për bisedën edhe të uroj pushime të mbara edhe ty kurdo që ti kesh planifikuar.